Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, njoftoi një bllokadë detare amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar për shkallëzim të mëtejshëm pas dështimit të bisedimeve të paqes me Iranin në Islamabad. Në deklaratat e tij, Trump bëri të ditur se ushtria amerikane do të ndalojë anije që hyn ose dalin nga ngushtica, si dhe ato që kanë paguar taksa ndaj Iranit për kalim të sigurt. Ai paralajmëroi gjithashtu reagim të ashpër ndaj çdo sulmi ndaj forcave amerikane apo anijeve civile. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Pakistani që synonin në rihapjen e ngushticës dhe rikthimin e rrjedhës rreth 1/5 së naftës botërore përfunduan pa marrëveshje. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani nuk pranoi kushtet, përfshirë garancinë për mos zhvillimin e armëve bërthamore. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane theksuan se mungesa e besimit ndaj SBA-s çoi në dështimin e negociatave, ndërsa situata mbetet e tensionuar dhe me pasoja për ekonominë globale.